korrektësia dhe largpamësia e Mumin Efendiut në profesionin e tij. Tregon disa raste për Mumin Efendiun, të cilët ai ka shfaqur virtytet e tij njerëzore dhe sjelljet shumë korrekte me njerëz të ndryshëm, e posaçërisht me palët gjatë punës së tij profesionale. Në një rast, derisa ishte duke ushtruar detyrën e vet në pazar të ri, një person i kishte sjellur disa kavanoz me mjalt në shtëpinë e tij. Gruaja e tij e pyet personin që i kishte sjellur se çfarë janë këta kavanoz dhe kush i ka dërguar, e ai thotë se i kam sjellur unë muftiut. Ajo, duke ditur qëndrimin e hoxhës, nuk pranon t'i fusë brenda, por i lë në çardak të shtëpisë. Kur vjen Mumin Efendiu nga puna, i vëren kavanozat me mjalt dhe menjëherë pyet çka është ky mjalt. Kur merr vesh se i ka sjellur dikush për ta korruptuar, e thërret shërbetoren e tij Fatimen dhe pyet: "A njeh personin që i ka sjellur?" Ajo përgjigjet se mund ta identifikojë dhe menjëherë bashkë me ta shkojnë në treg dhe e gjejnë. I thot personit që e ka dërguar mjaltin, apo i merr parat apo e don mjaltin. Më në fund e paguan mjaltin, por kur vjen në shtëpi, sërish nuk e fut brenda, por e derdh në bashe dhe i porosit familjen e tij që mos të pranojnë nga palët asgjë. Edhe një rast tjetër thuhet të ketë ndodhur derisa ka qenë me detyrë në Mitrovic. Në këtë rast kishte qenë në shtëpinë e tyre Hafuz Niaziu nga Kumanova, nipi i Khalid Efendiut, i cili këtë rast i kishte treguar disa herë. Një person i sjell në shtëpi një thes me miell dhe largohet. Kur vjen Mumin Efendiu, e sheh miellin dhe e kupton se e ka sjellur dikush që kishte pasur një procedurë gjyqësore në gjykat. E thërret një hamall me karrozë dhe niset menjëherë për në treg për ta gjetur personin që ja kishte sjellur miellin. Fatmirësisht e gjen dhe menjëherë e zbret nga karroca dhe thotë: "Merr edhe kur mos guxo edhe një herë të mos sjellësh gjëra në shtëpi." Është interesant rasti kur e sjellin në gjykat një vajzë të re serbe, e cila kishte qenë e dashuruar në një musliman, dhe që të mund të martohet me atë muslimanin, kërkon nga Mumin Efendiu që ta zyrtarizojë konvertimin e saj me dokument zyrtar. Mumin Efendiu kësaj kërkesi përgjigjet me një mënyrë shumë interesante dhe largpamëse. I thot vajzës se feja islame është çështje besimi e jo nënshkërimi. Kur e pyesin më vonë se pse veproi kështu, ai u përgjigjet: "Nuk desha ta bëj këtë, se pastaj mund të ndodhë që një vajzë muslimane të dashurohet në ndonjë pabesimtar. Dhe në këtë rast do të duhej që ta zyrtarizoja edhe martesën e një besimtare me një pabesimtar. Prandaj nuk dua që kjo gjë të legalizohet e të shndërrohet në ligj." Allah, Allah, Allah.